Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton, Rrëfime Jete, për të ndarë letrën e radhës. Një letër që në fakt mua më ka emocionuar, më ka bërë që të përlote dhe më ka bërë që të ndaj ndoshta ndjesi që unë personalisht nuk i kam ndarë kur përfshihem në këto ngjarje. Sot do të ndaj një letër të një nënës e cila po nda një dhimbje të madhe. Do kisha dashur ta dëgjoni deri në fund edhe ta komentojmë së bashku. Përshëndetje Tiranë. Unë që po e shkruaj këtë letër, jam nëna me leqe. Jam një nënë që kam kaluar jetën time duke u fokusuar tek fëmijët, duke u fokusuar tek shëndeti i tyre dhe duke u fokusuar tek e ardhmja e tyre. Ndoshta të rinjt të cilët do ta dëgjojnë këtë letër nuk do ta besojnë, por gratë e moshës time, unë jam 72 vjeç, e din shumë mirë se me sa sakrifica, me sa vuajtje dhe me sa vështirësi kemi rritur fëmijët tanë. Ne kemi hequr shumë. Kemi patur dhe fëmijët dhe shtëpinë dhe jetën dhe gjithçka tjetër, por sot nuk dua të flas për shumë vuajtje të mia, sot dua të flas për një vuajtje. Për atë vuajtje që ju vuri kapakun të gjithë vuajtjeve të tjera. Kur mendova që i rita djemt, kur mendova që i fejova, që i martova, dhe kur mendova që unë, si nën, do të reatohesha, pikërisht aty kishte qenë gabimi im. Nuset e mia nuk më donin, nuk më respektonin, më kishin si gozhdë në shtëpi. Unë ju pengoja, unë ju zëja vendin ku ulesha, nuk më ftonin në tavolim për drek. Do me thënë kaloja momente aq të rënda, sa që vetëm zemra ime dhe Zoti i di. Por thoja më mirë me ofendime edhe tek djali se sa dikun tjetër. Në fillim mendoja që djali i dytë më don pak më shumë. Se sikur mërziteshte, se sikur stresoheshte, por unë edhe nuk u tregoja çdo gjë. I thoja vetes, lëre, sepse jeta është e gjatë. Unë do bëj ti me kjo let flet. Derisa një ditë, ishte dita më e tmerrshme e jetës time, vendosin djali dhe nusja me vendimin e tyre të më heqin nga shtëpia. Për mua ishte e paimagjinueshme. I thash birë, nuk është puna e turpit, sa që është puna e turpit ndaj Zotit. Nusja thonte që turpin na e lër neve, ndërsa ti shko atje ku e ke vendin. Do me thënë, si pas nuses, unë e kisha vendin në azil.
Vuajtë me hoqëm shumë. U tronditëm, u të meruam. Më quan në azil. Jam këtu për vite të tëra. As kush nuk vjen të më takon, as kush nuk vjen të më viziton. Dhimbjen më të madhe në shpirt e kam se kam arritur ta kuptoj që të hënën djali i dytë e bë ka synet djalin. Mua as kush nuk më ka ftuar, as nuk më kanë thirrë, as nuk më kanë thënë, as asgjë. Unë dua t'i çoj një mesazh Timbirit nëpërmjet kësaj videos. Ndaç e paftë, e ndaç mos e paftë. Bir, faleminderit që nuk më thirre në dasëm nënën tënde. Por unë kur e martova të vëllan, unë të thira në dasëm. Zoti ta mbarësof këtë dasëm e ta bëft më të bukur. Inshallah kënaqesh, e jeton, e shijon dhe e gëzon këtë dasëm. Por aq shumë më dhimbet vetja që nënën tënde nuk e thire. Nuk ka gjë. Unë të hënën një këngë do ta lëshoj. Një valle do ta hedh me motrat e mia të azilit. Por ty, për këtë gjë do të pendohesh shumë. Sepse të tjerët i kanë të vdekura nënat edhe i qajnë, ndërsa ti bir e ke nënën gjallë edhe nuk e vlerëson. Por Zoti shef dhe Zoti kthen. Uroj që një ditë të bindesh për gabimin që ke bërë. Kjo është letra që kjo grua e ka shkruar. Kjo është letra që kjo grua apo historia që kjo grua po jeton. Dhe në fakt më vjen shumë keq për këtë tmerr që gruaja ka kaluar, po jeton dhe po e përballon. Dua të marr mendimin tuaj për këtë dhimbje kaq të madhe të kësaj zonje. Më shkruani në koment.